Mirëmbrëma miq të Klan Kosovës, jemi në një edicion special të ndrimit të natës, faktikisht ashtu siç e kemi paralajmëruar dhe siç e keni parë edhe në shpicën hyrëse që i paraprin kësaj bisede, jemi në një ambient shumë të ngrohët me një njeri i cili faktikisht gjithmonë ka qenë e hapur me media, gjithmonë ka qenë e hapur me mua, fillimisht qysh nga fillimi i karrierës time në televizion para 15 viteve. Faktikisht unë sonte po nina shumë i privilegjum që po e zhvilloj këtë intervistë ekskluzive me divën e muzikës shqiptare Adelina Ismailin në këtë ambient të ngrohtë. Mama Adelin, sepse bënëm shumë zyrtarisht shumë e zyrtarisht po është për me u bo sepse ka vite që nuk je pranishme në media dhe po të shohim tash në një gjendje krejt tjetër, shumë të lumtur, shumë të hareshme edhe shumë bukur po shkon edhe shumë mirë po shkon Shtatzania faktikisht. Po, e vërtet, shto si doq. Faleminderit shumë. Ma merr mendja që secila femën që gjendja është e bukur, ç'ashtu thojnë. S'po di, po Qysh po ndihesh ti sepse jemi në një ambient shumë të mirë këto. Si doq, mirë shumë. Kom prit shumë terror më të madh, qysh më kam para pregadit. Tash është pak më vështirë. Po, përgjithsisht shumë mirë. E çuditshme. E çuditshme në atë aspektin që një bebe vogël është këto. Edhe s'po di, me të vërtet nuk është sen që mundet më përshkruar. Diçka perfekte. A ka ndryshu Adelina gjatë këtij procesi 8 mujor deri në tani ku je? Sa ka ndryshu, sa në karusele ke qenë edhe me ndjenja, edhe me nervoz, edhe me këto? Po. Ato luhatjet që janë më mërmenja gjithkush i ka. Prej shumë e egzaltume, një qetësi shpirtnore absolute, nervoza e këto jo, deri tash jo. Nervoz në kuptimin e egzaltimit. O bebi mirë, kështu brengosi jo nervoz. Ndryshim të madh, diçka jo. Jo, me thonë karakter, anë personaliteta, kështu. Jo, nështë edhe mënyra e perceptimit, që shone, s'po di s'kom, s'peshon në i farë transformimi tash 360 shkollë. A për shohin tjerë për rreth, a e ka pa vali transformimin? Që po më interesant që pa shohin tjerë. Një javë e kom pas zanin, kom ushtru terrorën ta, që një 2 javë ja kom nisë pinguci se i lazdrova shumë, se jom një farë, me të vërtet kesh një farë shtatzane e mirë, një farë nanushi, ashtu, kom fluturu, deri para një 2 javë, bashkë me poshte nelt me makinë, me kerr. Vum, nuk u nalsha, mo një farë hiperproduktive. Ja nisën me mu lazru, shko mërë ma qëto Adelin, hajtë, që një javë kom torturu zanin, tash e ka rendin vali. Nashtë kur gjonë, nuk e gjonë. Gati jemi në fund. Jemi. Edhe të gjithë dhe jemi të gjithë dhe bashkaresht, po normal, a peshe kur ki pun me një top hormonesh, a peshe që janis njeri me një vetë, me hena, loj. Po, edhe pak edhe, po vjen. Adelin, kur e more vesh lajmin që është atë zanë? A të kujtohet dita dhe momente? E kom të shënume, në qëtë moment valla nuk po më kujtohet korrekt ka qenë, di ka qenë shumë nxehtë, fundi korrikut, saksisht datën e kom të shënume ne. Nuk më isha me besu. Faktikisht ka kohë që e prese krejta jo në rregull, po prapë është ajo ndjenja, o zotë sa e çuditshme, tash kur më kujtohet, me të vërtet është qaq, thukse krejt buhta nalet, po ma merr mendja që çdo nanë nihet ç'është. A ka qenë shok? E ke përmend që je gatshme me qenë nanë qysh para 5 vjetëve. Po, ky a ka qenë momenti planifikuar? Po, muj me thonë që ka qenë planifikume, po me gjitha te
kur nuk besoj që dikush mundet me thonë që po e kom prit në këtë ditë edhe në këtë moment. S'paku unë jo se kom qenë një moment jete ku me të vërtet s'kom qenë e fokusume në qatë pjesë. Edhe ndodhi Po lëviz? shok. Shok, zot s'ponalet asë një herë. Me të vërtet ka qenë shok. Po një fa shoku pozitiv është... S'ma merë menja që dikush mundet me përshkru këtë sare. E që shë more vesh? A po të vjelje, a shkove në kontrol, edhe kujti lajmërove të pare? Jo. Përbes krejt thjesht, komplet thjesht, do mundime të vogla ka qenë shumë nxehtë, korriku i kalum, edhe i vrejta do mundime që normalisht mu nuk më ndodhin, ashtu thash hajde. As kontrol, as kur gjo, që shtu si njeri egë. Ma mur mendja një farë, faktikisht ta merë mendja, po kur e shë, fu shansa s'ka. Masanej, një test, dy test, ashtu, edhe u bo. Edhe u bo. Faktikisht, kur e more vesh lajmin, a e ke kontrolu qka kom i ra në horoskop? Po, ma vonë. Dikon ma vonë. Po, me një herë. So, pa të më tek edhe unë edhe vali, dojmë shigjetar. Se jemi 2 shigjetar. Kë mo kona, thot, shigjetar, thash, lemrat, të lutna, thash, veç let të bohët një herë, po menaj, nejse, ma shumë në konotacion të shakas, të hajgarës, po tash, po duket që dënë me ra dash, jo, po duket, dash është. Nga ki terminin e caktuar? Jo, hala. Jo, edhe në tjetër në caktohet. Për Gjini, faktikisht, janë shkru lajme që është djallë. Po. Edhe është djallë. Djallë. Për mu e që dëshme, ne s'kemi pas vlla, masanej, edhe gjeneratat para neve ka ana e mamit, janë të strëmbu shumë me qika, ashtë. Djemët edhe kanë kalu pa vrejt, shumë diqysh. Një farë materiarkati. Hala nuk muj jo mu pajtu, lartë qoftë, po mu adaptu me idenë që për një me është një djalli vësër këto. E që detshme. A ka linë dyshime, përgaditje, qka ka bo Adelina këto 8 mujtë, si është përgadit, sepse kur bosh prind me për herë parë, me njerë ju në internetit, librave, ledzën gjithë shka, që thoi nuk është shumë mirë nështë ta me ledzu. Po, qatë shumë e kom garku vetën me ato që gjithë shka me kom perfekt, prej libri Johnsonit, prej more qka egziston, deri sa një moment, Zotit falimderit e lexova një fjali që please leave your baby alone. Lene bebin e juj të qetë. Do me thonë mos, po gjithkund thuhet edhe shkruhet që kur bosh prind për herën e parë është ai kujdesi i tepërt. Po ma merr mendja që u teprumo me ka krejt. Vali u qu prej qitashit o ka menon është ka i planifikon kolegjet e atove që kam këshyr një herë. Por zotin thash ku je njës. Për bicikletën për keni ditë që tu u qmenda krejt. Unë jam shumë edhe jam më spontane. Edhe si natyrë se e lëshova dikur se u ekstrem unë ngarkova. Po mirë se për djemë kom ditë shumë pak, për në aspektin fizik kom ditë për bebat vogla për djemë qka qysh ato etapat e zhvillimit, ta është di ma shumë e ma mërmenja që po edhe kom dim shumë. Kom dim është mami i valit, masane është motrat e mija është motra e valit, në këtë aspekt e di që nuk je skeq, po që edhe e di non-stop në këshillojnë mos mu ngarku, po vetë jam qashtu, po edhe kjo është identik në këtë aspekt është jone. është ekstrem i kujdesshëm. A ka stres tash me qenë se po pritet me ardh djali një jetë? Ka, po. A ke përgadit, a ke fillu me a përgadit dhomën? O, po, zot, qëtë Edhe qësh po duket këtë ky shopping tash i bebës që po e bën? O, është sani ma sweet në botë.
nëse tjetën që është po, për mu është gjithçka e re, është e çuditshme, e çesharoke, dhëtse, lemile, kur i këqyri ashtu një farë reakcione që kur njët se kom pas, veç që rejt lutë që ka to, kësho, një farë krejtë ndryshe, është... Tu ka kriju ndjenja nanës? Ma mërmenja që po. Ma mërmenja që po, është instinktive. Po, ajo ndjenja e nesting që thojnë me kriju qerdhen, me kursy, me dasht, me ema po mgus, po të kam bush dëshuri. Po, edhe nuk... Nëse unë e kom ndalu pak, tash ka përsy në valin ajo, s'po muj mungi senet bukra, senet vogla, dhoma, me pas edhe qëta, me pas edhe qëta. Unë jam shumë kondër me mush sene. Unë jam ma pro asaj me investu në dashni për fëmijën, në kohë. Nështë ajo mu ka kriju dhe mu ka bo dhe pak si kompleks, mos mi blesh shumë, po nuk po muj me kontrolu valin, nuk po muj me nalë. Penguci se, për thëmë, sindromi Jugoslavis, për para i kanë thonë në Amerika, shto, kur njerëzit blenë pa kontrol edhe veç rezervojnë. Qështu i kanë thonë, o ko një farë teorie, që apo dhjone, Jugoslavent që kanë qenë të varfën, sa që kur kanë shku në Amerikë, kritish vendet e Jugoslavis, kanë blesane pa kontroli, kanë kriju rezervat. Unë e penguci këta për i thëmë sindromi Jugoslavis, që shumë je ka blen për bebin, sa që s'po kon ku me marë frymë, mo nuk e di qka i vynë krahni, që ta është ju në ide, nuk kon. Po këtë qelë është, ma mërmenja që qelë është, edhe pse kjo thartin që është, nëse është e vërtet që thartina e tregon flokun e bebit, kjo për një me ka me dalë heavy metal, së me flok diri që të di. Heavy metal? A qëfar muzike për ilëshan? Qëfar muzike për dëgjën me bebin? Ma shumë këto të bebave, këto relaxing baby music që janë, këto lullaby, ninula. Ninullat, po. Ninula ma shumë, se po jakona, pi pëlqenj, i jap një herë bum, që shpirtin ma nëzirë. Në momentin që alëshoj muzikën, gjatë që s'po më pëlqen heq, se po shihet që kam i pëlqy shumë muzika. Mi këngëtari ardhë shumë? Jo, isha, jo. S'kam qef. Nuk i qef mu bo heq. Këngëtar? Ani këngëtar, qëfar? Jo. Ose mu marrë me showbiz, në pjesë showbizit? Po s'ka ka shkanë për që ato dhe s'po kam qef, po munona me stërvit vetëm prej qëtashtit, me deviju prej asaj rrugë. Hiq s'kam qef. Nuk kam qef ndoshta për shkak që vetë kom vujt, shkurt në atë botë shumë, derisa kom dalë prej saj, e nuk isha pas qef me pa. Po ndoshta se cila nënthët kështu. Shpesh e ke përmend këtë vujtjen, faktikisht edhe kur e përmende që nuk i qef me qenë pjesë e showbizit apo këngëtar, djali që do të vijë së shpejt një jetë. Më kujtohen disa intervista tua qysh fillimisht në fillim, kur ke qenë në shkollë 87-ën, 88-ën, diku disa urime për vitin e ri, gjithmonë i ke pas politike, a ke qenë e vetëdijshme edhe në atë kohë me pas atë guxim, apo kanë qenë, okej, thuje këta se ti je e vogël edhe mundesh me pas impakt, tu e pas parasysh impaktin që e ke pas qysh prej moshës 7-8 vjeçare, faktikisht. Po mirë, kush ka jetu në atë kohë në Prishtinë, po saqërisht gjenerata jame, edhe nështë disa gjenerata para neve, qaq na kanë ngarku me politikë, qaq na kanë shkatërru fëminin e jetën e rinin e bashkët tona me politikë, sa që e ke pas totalisht të pamundën në çdo landë shkollore, ose në çdo aspekt në familje, me ikë prind kanë qenë të obsesionum me politikë, po ma merr mendja që ka qenë shumë normale për atë kohë. Po thonë, s'di, me e di që çdo shoqja jamja, ose çdo shok i gjeneratës teme, e ka pas identike atmosferën familje. Me obsesionu me atë punë, kështu që ka qenë edhe imponim, se ka ndodhë shumë shpesh, unë kom qenë fëmi, ka ndodhë shumë shpesh për shembull kur është
kur është bo në videoklip, a diçka, videoklip, në atë kohë se kemi thonë as videoklip, një... Gjirime. Po videoklipe faktikisht kanë qenë. Faktikisht videoklipe kanë qenë, po se ka pasat emën atëhere. Ta ka imponu heq ma larkë se regjisori, për shambull, që gjithsesi duhet me hinë këtë temë, se e kam pas më rana, unë e di që nuk e kam bo me qëllim ata larkë koftë, po e kam pas që to mon ma jetë guhës ju ka rejtë. Kanë qenë, njerëzit kanë qenë shumë donën mas ati, donën zemër patriotizëm i pastër o konë atë kohë. Sa atëherë edhe një njeri me fakultet, edhe një profesori jam, edhe një arsimtare, është kone e obsesionume, literalisht me politikë, që i bjen në atë kohë, ajo është qujtë patriotizëm. Po edhe kur nuk e kanë imponu, e ke pas vetë të imponume, e ke një vetën fajtor, nëse nuk ke hy në ato tema. Edhe pse ka që vogël, ke qenë, faktikisht i ke qenë zoni i fëmijëve, po dhe i triturve përmes rrethit që ke pas në këtë rast. Ka qenë e pakuptueshme. Sepse e përmendit që edhe që ke vujt, po edhe i ke pësu pasojat mandej. Po, kjo është idiotizëm. Tash kur e mendoj, veç me më shku mendja, ky fëmijë në atë mosh me fol për ato tema, unë me të vërtet shmendna. Qka i duhet fëmijut, ajo ngarkes politike ju. Po, s'po di, kom qenë, nuk mujt tash prej kësaj perspektive këtu me ditë qka ka ndodhë të prind tanë, se fundit unë një fëmijë 2 prindve të shkollum edhe e di që nuk na kishin ngarku me këto sene pa ndë një presion shumë të madhë që... Po mirë, kanë qenë ato kona, tash është shumë shtirë me i spjegu ato kona, edhe ju ka duk ndështë a prindve që po e lajnë një detyrim ndaj shoqnisë ose ndaj kombit të vetë në momentin që e mushin fëmijën informacione për politikë, për këto, për ato, për patriotizëm, për historinë e kombit e Sarajevit. Ma që edhe kanë qenë, që i ke Koha ka pas. qenë, dini, unë kom qenë e vetëmja, mos të me vetëmja, se s'kom qenë e vetëmja, unë kom qenë e vetëmja që asaj gjenerate, të fëmijëve të komunistave, që jom rrit një atmosferë ma të relaksume ndoshta prej komunizmit edhe prej prindve që kanë qenë në përposte. Do me thonë, ndoshta më kanë rrogë 2 botna. Prind që nuk kanë pas poste, nuk kanë pas pasonin, nuk janë një fajtor nëse i flasin fëmijët vetë për kombe ku ta diune. Në anën tjetër, qytetnum sa dush edhe thëmë, në thojzat integrum në qarqe ma urbane, edhe dhe me thonë, gjithmonë kom pas 2 rrugë në për cilat kom hecë paralel. Në fëmi i vogël, që kënon me nivel të popularitetit me kolegë të rritun, masanej nuk muj kushqysh me mohune impaktin edhe ndikimin, një shkurt e feza në fëminin teme, në fëminin ton, ose një Ilir Shaqiri që janë me gjithat e janë ikonat e asaj shpirtit se tash shpirtit patriotik, se tash kur e thu shpirtit patriotik t'ingëllon edhe pak e deformume, është pak qesharake. Se ka ardhë puna që ashtu me u deformua dhe me u bo qesharake, po në atë kohë, ata kanë qenë gjyshja jame në thëjke ngo shkurt e fejzën, ose ngo atë Ilirin, edhe mere vesh ka duhet me bo. Do me thonë, ka qenë që asë i kohë, ose kemi qenë shumë, s'po di, printan, gjyshet tona, kanë qenë ma të, mos thomë ma naiv, po ma të pastër. Këtë kuptimin krahasim me qka ka ndonë ma ndej. Po, edhe ku jemi sot, ha? Edhe ku jemi sot, po. Me qenë se po flasim për kohën kur ke qenë e vogël, faktikisht, si e kujton të familjen tënde? Të merë. Kur mendon se ka përfundu familja për ty? Edhe çka i kështë dëshiru bebit? Çfarë familje? Besam, nuk kam ide ku mundet me qenaj kufini kur në mes fëmijët Adelin edhe profesionistit Adelin.
është shumë i mjegullt, se ka gjithmonë të vujt për mu konë fëmi, jo mundu me fill the gap, me i mbush shpraztinat e fëminis, edhe me kriju një fa realitetit tam ku unë jam fëmi me shoqet e mija, me shok, me ase. A ke pas shoqe shok? Kom pas punëm. Po mendoj, a ke pas shoqe shok, duke pas parasysh që gjithmonë ke qenë qendër dhe mendjes, edhe... Që aty është ajo që kur s'ko mujt deri në fund, është ajo kufi i mjegullt, kur s'ko mujt me një vetën deri në fund si shoqe e tyne, ose ata me një vetën si shoqe të mise, gjithmonë ka ndodhur diçka që kemi ka përcyn ato që Adelina është tjetër muhabet kur flitet për Adelinën. Shumë është vështirë mu konë fëmijë popularizum. Ma merr mendja veç ku shokon e din këto. Po, në anën tjetër, apet po thom që ajo atmosferë o konë një atmosferë ekstrem e ngarkume. Prind ton i kanë pas ëndra tjera ma të mëdha, i kanë zonë nështë mos tonë pa përgaditën, se të përgaditën jo në konkret, po i kanë zonë me një fëmijë të vogël në rastin tem, të kalu jeta në për dobinar tjera. Edhe ma merr mendja që asa ta s'kan ditë mu gjithë shumë e shumë në atë... S'ma merr mendja që dikush në botë mundet mu gjithë në si rethana, ku gjithë shka ndodhë. Po që ajo atmosferë ka qenë, unë e di. E di edhe prej shokëve, prej shoqeve, sot e kësaj dite kur i diskutojnë ato sene, krejt e kam pas të, po ka shumë me niansa të ndryshme, fatin e njëjtë. Edhe, ma merr mendja si s'kemi pas kumik, ai kufinin mes Adelinës profesionalist, që prodhon albume, ose këngë, festivale, Adelinës fëmi, Adelinës nxënëse, kur nuk është definu. Edhe në hiq nuk më i me thonë që unë me të vërtet e di ku kry fëminia jame e ku ka njësa ajo tjetra. Tash mu i shumë ma let me folë për këto sene dhe mu kone kuptume se jetojmë një kohë ku njerëzit paka shumë e dinë edhe çka është me qenë fëmiu fytyrë publike, edhe një shekull teknologjisë kur gjithçka është pak ma ndryshe. Tash çka unë kom qef për bebin, unë jam shumë pro asaj mu knaq një jetë. Ndoshta ka njëherë edhe të proj. Ndoshta pse mu më kanë mungu knacit, jemi shumica na fëmijët prindve hiperambicioz, unë jam shumë kundër asaj. Veç du me t'ju knaq edhe me koni i përmbushur me jetën e vetë. Ajo, profesioni, shkollimi, ato, Unë me thonë që për herë parë, kur po flasim, unë përshë një Adelin ndryshe. Po që po manin, mu që po shmetë, Jo, nuk po foli për doq, prej nga pikpamja, se sa ka ndryshu, edhe mendim, edhe mbi konceptin e jetës, edhe mbi... Jo, për besu në e kom pas që të koncept dini gjithë, dhe që deri dje kom mendu, kom thonë, une po du mu knash, tash po thomë, na po dojna mu knash të dëtë. Po, nështë edhe pse s'kom folë kur për këtë punë, s'kemi folë për ato parenthood, për që që dojnë, prindëri, unë e ty, po saqërisht jo me ty para kamerave mo asë një herë. Gjithmonë e kom pas këto, leto është i shlirë, ose e shlirë, kur kom mendu që ka me kohë vajzë, le të knaqet, qka, qysh tek, ka babin bëllë ambiciez në këtë aspekt, kështu që unë e përjallë shaj. Teri sa të vjen, se që shtu kish pas thonë edhe mami jam, për kur kena artë nga ka hi. 4-5 shkolla, 600 kurse, 300 piano, instrumente, s'na kalon frymë me marë. Kjo është ajo mënyra që se cili prind do me pa fëmijën e vetë, ndoshta me një formë të përparum, ose ato ambicjet e veta edhe me i bartë edhe tek fëmiju. A ke mendu për emën? Sepse nuk më që s'ke mendu, se je në mujnë e tetash, edhe
që çdo ditë po a e pe mendoj, ki po s'ka vështirë, emër. sepse secili emën që dëgjon mu mdohet që në atë fazën kur S'ta unë mush. na kemi vendosur me yllkën çfarë emri asnjë emër nuk më do ke i mirë. Hiç, Jo se ky kështu këtë gjuhë nuk tingëllon mirë, jo se ky këtë gjuhë nuk është. Ose ku a din kush e ka emrin që... Me të vërtetë, është e vërtetë ajo folja që nuk e din sa njerëz i urren derisa nuk i mi vnu emën fillon. Hiç, une emën po saqërisht për djalë, po menoj përpara se Me ditë, me ditë, kur as nuk e kam mendu. Edhe gjithmonë kam thonë, me ndodh, nuk ndodh, për edhe nëse ndodh, ja rrasi valit. Ne, e ka marrë vali këtë përgjësia se ke spjallën valit tash për More emrin ja vendos. kom lone dhe u myta aty e lut hek ma qafe emnin. A mo të vendos prapë, se ajtje propozime, zë sajtë ju, ne. Për ty s'të pëlqenjë. Asa ti, mi pëlqy ati, a i kam ngull, për mas pari, s'është ka jam ushtynin asatina kur gjo, unë shumë mirë për vrej. Saksisht që shtati, kur gjo, nuk të pëlqen asnjë. Edhe me të vërtet hala s'kem emrin. E për emën vajzës ke pas? Një 300 i kam që se cili ma i mirë se tjetër. Pa nuk i në jo në list? Jo. Edhe me pas nuk e mora me veti, bre. Po jo, me të vërtet s'ka diçka që po na pëlqen deri që tash. A duhet me qenë emër shqip apo internacional apo nuk ka fare rëndësi kjo? Që aty është krejt problemi se në momentin që e definojmë apo dojmë emën shqip ose po, mo me valin inshallah nuk janë nisë me mhi atje në shekullin 200 krajerës tonë. Po... I lirë. Që i lirë, po mdo këtë ka gjithë diçka në paratën, në ekzistohet diçka. Po, me qatë moment që të definojnë apo dojnë a kështu, ajo kryme është, po është, s'po di, ma mërmenja që Emën i gjatë, i është shkurt. normale. A di po t'i bëjnë të pyetje se këto pyetje Momenti vogla që të sta. definojnë a i shkurt, për shembull shumë shqip emni, aty u kry me një herë e gjonë, po që ato i kena kajtë konfuzion, se a janë nisë, për shembull për marë, thotë, është mirë me pas një emën internacional, unë e thotë, pse bre bash internacional, më sane. Ani, pra hajtë ati lingjë ati, unë e gjej një ide, për shembull, mirë është me shku në emën shkurt, e pse bash shkurt, pse ka nevoj me konë, kështu që, piti hina këtë kushërive, ren, edhe për t'ja lojna një sikur ata Meksikan një 30 emna, Jose, Miguel, Antonio, Armando, Na i kombinimi emrave t'juj? Nuk e keni mendu? Jo, e kemi mendu shumë moti, edhe pse thash e kemi mendu për qika, po qatë që janë ka i kombinojnë do emna, që pinë di atje, mi ka kalzu e ma do që thash heq, edhe që ka me gjë, aty valade. Valade. Jo. Faktisht, kur je në distancë prej Kosovës, si po i sheh krejt këtë farë baby boomin që po ndodh, edhe krejt to nështë shpenzimet maramense që po bohen sa i përket organizimeve të baby shower, a ke mendu ti me bo diçka t'tillë? Ku qysh bre la bëhet beba për Instagram, po nejse haqshnë. Edhe kjo ndodh. Hiq... Nuk po guxoj me gjyku se unë nështë gjithmonë kom qenë edhe jam hala tjetër tip. Nuk di a ka diçka ma idiote se mu që mu halakat me bo edhe nëse urrej diçka, është hala pa u bo beba mirë pa talë këtë botë, mi postu fotot prej spitalit. S'pudi, nështë është që reakcionisht tanzanizme ku nështë në hormonet e mija që po flasim. Mirë, do me thonë ki me majtë më sheft? Jo me majtë më sheft, nuk është me majtë më sheft, po letritet bre normal. Fansat shumë të kanë me prit, Sjena me pa. asnjë Kim Kardashiani, po menoj jo që është Kim Kardashiani diçka, po ja ka dediku vetit, ja ka dediku jetën qasaj pune me u reklamu rrjetet sociale. Na kur s'kemi me di çka ka prapa biznisit saj. Edhe unë nuk e di ku është, a nështë unë jam shumë gjeloze për bebën teme. S'po di. Ku është arsyeja me kap një bebë sa micra edhe mi bo ato shpenzime, pse mu bo ato shpenzime? Pse
pse na shkojmë gjithë Ballkani, po flas jo veç na shqiptare. Ndryshe pi krejtve, unë nuk e di kom pa nana, baba, bolt suksesshëm që nuk o qmend kur mi ble bebës Ferrarit plastike se qëto, ato nuk i du. Nuk i du. Noshta unë jam natyrë tjetër, noshta apet po tham hormonet po flasin, po për çka? Pa, nuk di. A kemi arë në Kosovë me bebë? Po, normal. Po, me tezët i ka në Kosovë, do të me qute tetat. Edhe tezët vinë këto, po besoj në periudën. Edhe pak që shtë sillën i shkoj eja. Derisa faktikisht e përmenda edhe në fillim, po të shoh me një pozitivitet, për kundër fakti që po thu që po ndihesh shumë rënë, po do kështë shumë mirë, edhe ky fustan po të shkon shumë. Faleminderit. Këto e kom dhurat, së dëm ka ardhë, kom dhurat prej Dona Matushit. Edhe përshfrytëzoj rastin nëse guxoj me falenderu se për 2 orë ma ka kry për intervistën me ty. Brenda 2 orëve ma ka kry në Kosovën e këto. Edhe ti ka marrë me masa, qysh e ka qëllu me masa? As masat nuk i ka marrë, nuk e di. Për qatrave falenderova se mu nuk më shekur t'jedin të make-up-e, frizura, ato jo. Ose veshje, po e falenderova si shoqe, jo si jasi, që e ka bu këtë gjest për mu. Pa tjetër se të kemi këtu edhe po dojmë me nxjerr maksimumin prej teje. Nuk mundemi pa u këty në vitin e kalum. Ne faktikisht e fillum prej vitit kalum, prej lajmit kur e ke marrë vesh që edhe jesh shtatzan, po faktikisht para kësaj shtatzanie fillimi i vitit kalum ka qenë një vit i rënd për ty. Nona, menaxherja e parë shqiptare të themi në këtë rast, sepse në kohën para 30 viteve kur ke fillu karrierën nuk ka qenë lehtë me qenë edhe non, edhe grua, edhe bab, edhe prind, me i rrit 3 vajza edhe me pas një vajzë super yll që faktikisht u rrit pranë syrit kamerës. Sa ka qenë e vështirë periudha e lajmit që Mona ka me ndru jetë edhe kur e ke marrë vesh që vuan prej smundjes. Une dini si tip s'po di është në farë lajmet e këqia kur nuk ujme i besu me të parën. Qështu më ka ndodhë dhe kur më kanë lajmëru. Me 15 janar më kanë lajmëru, kur njetë nuk e haraj. Kur më kanë lajmëru që mami është i smut, as teori me besu një 2 muj nuk o, 1 muj e gjys 2, nuk o mujt, hiq edhe gjithmonë, gjithë shka, pak gjana ma të rona, kisha me thonë, ma tragjike njetë, unë e gjithë prirë nga pjasoj ka zgjidhje kjo punë. Vesh nuk bën me bot tragjike, nuk bën edhe jom nisë edhe në këtë rast tash. A është ma mirë, pse kom reagu ashtu, a është ma keq, hiq nuk e di, po qashtu jam edhe kom pas shumë vështirë deri në fund mu pajtu me ato që për një me është ka ndodhë. Unë e kom qenë mënyrën teme e lidhën me to në ekstrem, Ema ka qenë mënyrën e vetë e lidhën me to në ekstrem, Zamfina mënyrën e vetë. Noshta, me të vërtet jena 3 motra, 3 botna të ndryshme. Mu më ka lidhë edhe profesioni, po ajo ka qenë truproja jame, ajo ka qenë menaxherja, ajo ka qenë robaqepsja jam, ajo ka qenë stilisti jam, ajo ka qenë njeri që më ka ushqy deri në moshën 28 vjeqare. Njeri që ma ka qitë kafën deri në moshën 28 vjeqare, njeri që ma ka bo drekën, njeri që ka organizu gjithë shka mundet mu me ase nuk
është me të vërtet, kur e ki qatë relacion që është afërt, është shumë vështirë me e pranu. Sa që ja nis me u idhnu, në rastin tem po flas, kom nis me u idhnu me të, ku po do me shku kjo tash, qështu e perceptoj që hala e perceptoj ashtu. Edhe nuk, deri në fond nuk kom mujtune. Nuk kom mujt kur qysh me akseptu që po ndodh. Po, në sytë e mi e pardzume, hero mo, Mona, mi thonë une Gjomani Gjylpon të Kinës në numrin 76 depo në Peking, Mona e ka gjetë. Do me thonë, është kona i superheroj jam e shtylla e vetme ku gjithë shka muj me gjujt e kur mos më shgënjy. Edhe ashtu është keq, ma mërmenja. Tash prej kësaj perspektive e shoh pak si gabim me mësu vajzën, fëmijën, me mësu që gjithmonë ka me pas një zgjidhje dikun. Se vetë jom kone lazdrume shumë në raport me nanën. Nuk, kur qysh nuk më isha me kuptu që një smundje atje, një smundje e poshtër, po më i ka me ta marrë qatë farë. S'po d'ja qysh me qatë nonë. është ma mërmenja që gjithkush e ka qëtë emocion në raport me nonë, po që, unë e kom temin. Edhe ende nuk muj me besu që s'është. Si e përbal me këtë realitet? Nuk e di ajo përbal, ende. Nuk e di. E kom hala një farë konfuzioni. Edhe thash, jom pak e idhnume pse ka shku. Qështu e përjetoj këta? Jom idhnume to pse ka shku. A ke komuniku me të në qëtë formë? Fatkesisht po. Fatkesisht po. Për herë të fundit kur e ke pa? Po edhe tash e di që ajo prej kandit vetë, në qatë gjendje, qëvare o konë, nuk ka desht asë njëherë me ma thy zemrën dhe me më kallëzu që po shkon. E ma mundu me krejt shpirtin, me më këfjell, që Adelin kjo po ndodhe dhe organizohu shpirtnisht, emocionalisht, që vjen një sekund kur mami nuk ka mo dhe kemi najtë këtu me ne e vosi, ku ta dion, kemi me u përbal me këtë situatë bashkë. Ajo në qatë në krejt, në 6 mëngjes njëherë që hesë ta qes kafën. Për herë fundit kër e ke pa, ha? Po, dhe me thonë qëtash, qësaj gjatë periudës smundjes, lëngimit. Po une s'po di, nuk do isha kur qysh mu pajtu edhe mu do kë shumë normale me ma qitë kafen e ase deri sa i kishte pas thonë emës. Le, se as kjo asu nësë po mune me kuptu që për një me pëndohë. Ma be përgaditu në ka qenë ajo përikjen e vetë, se sa one. Atë ka thonë diçka në këtë drejtim, apo atë ka në këshill të fundit? Po, me të vërtet kisha fos qef që ato bile me të mija, se i kom të shajta. Veç që është mundu shumë me më përgadit, e unë asë nuk e lesha me folë. Unë ma menja që kjo i ndodhë gjithkuj. Kur është në qatë relacion edhe kur është pytje nona. Nuk një dhimbje ma të madhe. Qatë që është e forca që nuk duhet shumë kohë me kalu që unë me përjetu që shë përjetoj njerëzit normal. E di që është qashtu. A e ndjen mungesën e saj pikërisht tash në momentin kur vetë je duke u bo nanë? Po që kjo është qaj s'po di qysh me i thonë një fjallë që e kish përkufizu tona më randa vetit. Që kjo është ajo dyfishimi i dhimbtës, ha. Se është një moment kur
nështë unë instinktivisht, hormonalisht, në tona aspektet, e kom nevojën ekstreme me pas m'ull vesh me një erën në saj, që po s'është edhe ndërsa kjo është fati. Nuk kom menu që gjithçka e ka një kufi, po me vërtet dhimbta ish seni poshtë nuk gjithmonë po më kemu dy fishu. Prandaj nështë edhe duhet më rujt njeri mos me vujt kur, me thonë, kjo është maksimumi. Pse se gjithmonë mundet me ndodhë dy fish. E kur jenë këtë gjendje, e din kush e ka përjetu, e di që është shumë vështirë me besu që ki nevojën më të madhe në botë me fol me nanën tonë se po bëhesh nanë, edhe për pak të ka ikë. Ose unë i thonë ikje nuk më ndryshëm i thonë, sa las po më ndryshëm i thonë. A ke marrë vetë edhe pse edhe në atë kohë, edhe sa ka qenë Mona, edhe kur ke qenë shumë aktive me muzikë, e ke pas barën e familjes. Tash, a ka ndryshu raporti ytë me Zanfinën edhe me Emën këtë rast, a ke marrë me një rolin asaj që unë duna me qenë ajo figura e nanës ajo? Jo. Këto dyja janë qaq njerës të mirë, qaq janë loqka, qaq janë me të vërtet janë motra sheqera, ashtu që kur nas një sekund nuk e kom një vetën, po mënoj nuk jam të e një vetën të ngarkume ofër tyne. Për kundrazi, qatë shumë jam ka ja ho shpirtin, pedu qëta, bëma qëta, bëna masazh, s'po mëj me shku këtu, s'po mëj... Hiq nuk, në asë një mënyrë nuk e kom atë ndjenjë, as nuk kom lejojnë, as nuk e lejoj me ardë diri atë. S'ka zavendësim trolleve, jo mërë qëfar tina jena, ndryshe na ka eduku mami, neve na ka pavarësu këtë aspektin emocional shumë herët. Mos me lyp zavendësime. Edhe këto janë shumë më të forta se unë në ato. Në atë punën unë e lypi zavendësime. Unë e kom pas ato prej fëminis, këto jo janë shumë me të vërtet janë më të forta. Qa që lokuma sa që unë jam baj qingjë i buqë, i thë dy nëna deri su bo bebë, deri sa su bo bebi. Tash, tërt, u kry, hajde mami mu bo tash. Ani, nështë edhe qëta se kom provu kur, shumë vezat. Për gjithë shka eksiston një para? Po, shikon e gjatë duhet me bo të nga për një herë. A do me zgjeru, më ndej, familjen? I thash valit, thash, një ditë ty fojë diçka, thash, kur të bëhet qika, dhe shumë ka këshyri, tha, por zotin, kush po dhe ka me ta bëhet që qika. I ka shpirtin, që të gjirajt, ja, unë gra shpirtin që të muj. Thash, thash, unë e nisa, thash, deri në tetë nuk nalna. Asi, bum, një e kef, dhe që ka rotullu një herë, si të ja shkeli, po mërë që shjo më një herë, me nëzis pres. Po një me? Po mërë, o kom problem, po ju besë është kur farë. Nuk më do këtë mu primitivizëm, që tash nuk po më do këtë primitivizëm me bo shumë beba, po më do këtë shumë sa një mirë. Ashtu, e kom pasun e fatin që nështë ajo më realizu profesionalisht shumë e re, edhe i kom kry... I kom kry ato qefet që nështë ku ta diun më shatarët e mija, i njekin mas bebave, mas martesave, ase save the best for last, gjithmonë e kom ditë që dikon ma vonë, atëherë, du me, edhe ma mërmenja që në kushte normale që shtu kishtë qenë gjithkon, edhe që shtu ishtë duhet me konë, ashtu. I krynë do aspekte jetësore, i bënë do sene, se fundit nuk është e thonën edhe mu bo miljardere, edhe masa ne bu është mami ose babi. Në media ke deklaru që e dën dasmën me bebusha. Po, alo e kom qatë. A i vjen kjo që kemi me pas një dasëm zyrtare, me valin edhe... Po jo, që ato i kom, une nuk i dua ato mi thirë, me po dasëm e mi thirë media.
Po të vi vetë. O tjetër çka është me ardh, kur vjen një sen, po me bu, o zotë, edhe të na çka së ndodh, kur më çu më martu me njeri që e don, me kry një akt qa që intim, qa është bukur, qa është dashnis, edhe me bu ftyrën kështu për portale që kjo së më duket normal, po shnash, gjithkush e ka tripin e vetë. E nuk, diçka intime të vogël, diçka të lezetshme. Ashtu, sa mi bo do funny foto, mi pas kujtim në album edhe hajt. Unë jam aj tipi halash me albuma. E di, krejtë bucin, e di s'po malin, halo, i kohën e do tripa shumë të plakave. Me zdim pëlqenjë dhe sare djetra, që ashtu për shamull albumi, në tonë, këtonë. Që po di une? Ma shumë kisha pas qef diçka intime, edhe vali është tip ma i mbyllun, po ma nuk i ka mera këto ekspozimet e tepër, e këto. E ka hongër edhe ky herët e ka provu me mu. Kur po përmend që e ke provu senet herët famën, popularitetin e krejtu, a do me thonë kjo që Adelina ma nuk ka me knu në tardhmen? Jo. Sa ko kime prit mas lindjes për me sjellë kongë të re? One që to kufizimet dhe ose a ke kongë, sepse edhe të shumë këngëtare, edhe në botë, faktikisht po ekziston një lloj strategjie që po përgatitet tereni që për me qenë aktive një farforme edhe në periudhën e pas lindjes, ku faktikisht kujdesi për fëmijën, bebën është shumë më e madh. A kiti një strategji tim, themin thojza, a ke mendu kur keme u këthy në muzikë, kur keme u këthy të fansat, e tu me kongë? Po, unë këngëtare, jam për si kom lindë, muzician, këngëtare, mo. Unë nuk mujme paramendu, këtë profesion nuk ka profesion në rastin të po është bashkë pjesë e jetës. Po. Fansat mo, tash janë miq ata, nuk më imi u thonë fansa, asa ta mu së në më thojnë, ajo Adelina, ka kalu qatë shumë kohë, qatë shumë kena najtë bashkë, sa që kur që është së një ikim njoni tjetrit, aden, edhe nuk i iki, një kohë e kom, është shumë e vërtet që një kohë e kom pas, jo që mu ka pas gërdit këj profesion, ma mërmenja prej përshkak që të na, me të vërtet është i gërdit shumë, aqë shumë mu ka pas, kom qene të merrume, sa që kom qene shumë e preme, kur mo njët, po asë kom kur farë strategjia, asë kur gjë unë jom Adelina, ma mërmenja aty këtu, po kejtë spontanisht, kur gjë me detyre mjeta jam është këtu, se unë nuk se kom ardhën, s'kom ardhën, sigur ti që e ke marrë junkën prej neve atje, edhe në shta në i herë kur kom qef. Do me thonë pa presion, do me zhvillu muzikën. Saksisht që e për mene, apesha që ma kujtu edhe mu. Unë ja kom hek vetit presion. Unë kom kujtu që për largona prej show biznis, një më largu prej presionit që e kom pas. Do me thonë nuk mungon as pak? Hyq, si profesion. Po nuk është show biznis të na. Nuk është... po vjen marrë me folë. Thuja se boj me bitë. Po vjen nuk marrë me folë. E dim që është prostitucion është. Shkort të Shqipë. Edhe mënyrë është për lamjes parave o bo show bizit të na. Një anë më katë se ka një shumë të mirë. Po kone ka një 5 vjetë që... A nuk ka qenë edhe ma për para? Jo, s'ka qenë këtë masë, hajde po bohemi ferë dhe po foli. Jo, i meri këshyr njeri ato generatat këngëtarve. Pavarësisht që është do këtë kër e këshyr prej 2017-ës që do këtë shumë qesharake, ku sa vullneti është investu aty, ku sa dashnia investu në ato sene, ku qka kena qenë na, po thomë këtë kanë qenë ma vjetër se une, ma dhaj se une. Kanë qenë mërë njerëzit në gjendje me rreziku jetën e vetë për me realizu një këngë, se tash është edhe e di pse ndodhë kjo, edhe nuk është veç Kosovë, as nuk është veç në Ballkan,
është në krejt botën, po të na është shumë e gënditshme mënyra që shpo realizohet. Është qaq transparente, mjafton bre një herë, deri në kufi me dalë, që to që në Zvicër, mi pa njerëzit ka e bojnë switch identity prej yllit e shehni. Nuk kam kur gjë kondër, okej, po nuk është mënyrë kjo, edhe po hakmeret, edhe ka mu hakmarë edhe shumë kohë. Ma mërmenja që çdo veni varfën e ka qështu. S'po di. Epse në këtë botën është, po mdo këtë jo pasu ati globalizimi. Po. Më pas u larguam për të darkuar dhe së bashku me ne ishte edhe Zamfina Ismaili, e cila kishte ardhur ta vizitoj motrën pak para lindjes. Dashuri, mirënjohje dhe energji pozitive ishte në ajër. Ne i lam të qeta ta shijonin kohën e çmuar. Ajo do të mbetet gjithmonë diva dhe ylli i muzikës, por për pak kohë do ta ketë yllin e saj, birin i cili pritet të vjen në jetë. Lindje të mbar, Adelin.